Benita u zgjua atë mëngjes me një ndjesi të çuditshme në kraharor, si një zog i vogël që përplaste krahët pa gjetur dot dritaren e hapur. Ora nëmër shënonte ende herët, por mendja e saj ishte zgjuar shumë përpara trupit. Emri i Klodit i erdhi vetvetiu, pa e thirrur. E kishte parë në ëndër, po e priste para shkollës me atë buzëqeshjen e qetë që e bënte të dukej sikur e kuptonte çdo gjë pa folur fare. U ngrit ngadalë nga krevati. Rrobat e gjumit i rrinin të lehta mbi lëkurë, me aromën e zbutësit që i kujtonte shtëpinë e gjyshes. Dritarja ishte pak e hapur dhe ajri i mëngjesit hynte me një freski të ëmbël. Benita u pa në pasqyrë, flokët pak të shpupuritura. Syt ende të përgjumur, por faqet i kishin marrë një ngjyrë të butë roz vetëm nga mendimi se do ta shite Klodin. Në kuzhinë nëna po përgatiste kafen. U zgjove herët sot, i tha ajo me habi, nuk më zinte gjumi më, u përgjigj Benita, duke u përpjekur të dukej e qetë. Në të vërtetë, zemra i rri të shpejt. Ajo kishte vendosur diçka në mendje, sot do t'i binte në sy Klodit, do ta bënte të vinte re që ekzistonte, që nuk ishte thjesht një vajzë mes të tjerave, kur mbërriti te vendi ku mblidheshin zakonisht para se të hynin në mësim, e pa menjëherë. Klodi rrinte mbështetur te muri, me çantën hedhur mbi njërin shpatull. Dielli i mëngjesit i binte mbi fytyrë dhe e bënte të dukej edhe më i bukur se zakonisht. Benita mori frym thellë dhe kaloi para tij, me hapa të ngadalshëm, duke shpresuar që ai të kthente kokën, por sytë e Klodit nuk u ndalën tek ajo. Ai po fliste me Elionën, që qeshte me zë të lartë dhe i prekte krahun sa herë donte t'i tregonte diçka. Benita ndjeu një therrje të vogël xhelozie, si një gjilpër e padukshme. Ndoshta s'më pa, mendoi dhe kaloi edhe një herë, kësaj radhe më afër, asgjë. As një përshëndetje, as një shikim i shpejt. Klodi duke i zhytur krejtësisht të biseda me Elionën, sikur bota përreth të ishte zhdukur. Benita u ul në stol, duke mbajtur çantën fort në prerë. U përpoq të binte veten se nuk kishte rëndësi. Se nuk duhej të varrej kaq shumë nga vëmendja e një djali. Por zemra nuk dëgjonte logjik, gjatë orës së parë nuk arriti të përqendrohej. Fjalët e mësueses i dukeshin si zhurmë e largët. Në fletore vizatoi pa vetdije emrin e Klodit dhe pastaj e fshiu me nxitim, si të kishte bërë një faj. Mendja i kthehej vazhdimisht te pamja e tij me Elionën, te mënyra si ajo i fliste lirshëm, pa droj, në pushimin e gjatë vendosi të dilte jashtë. Obori ishte mbushur me zëra, me hapa, me aromën e byrekëve nga kioska përballë. Benita u mbështet te pema e madhe pranë portës dhe nxori librin, duke u shtirur sikur po lexonte. Në të vërtetë po priste vetëm një gjë, të kalonte Klodi. Dhe ai kaloi. Bashkë me Elionën, sërish. Ajo po i tregonte diçka në telefon dhe të dy qeshnin. Benita ndjeu një nyj në fyt. Donte të ishte ajo që e bënte të qeshte ashtu, ajo që do t'i tregonte gjëra të vogla të ditës. U ndje e padukshme, si një hije që ecën pranë njerëzve pa lënë gjurmë, pse s'më sheh fare? Mendoi me vete. A jam kaq e parëndësishme? Një zë brenda saj u përpoq ta qetësonte, ndoshta Klodi thjesht nuk e dinte çfarë ndjente ajo. Ndoshta nuk e kishte kuptuar kurrë që Benita priste një shenjë, një fjalë, diçka që ta bënte ditën më të ndritshme. Pasdite, kur u kthye në shtëpi, u mbyll në dhomë dhe hapi ditarin. Filloi të shkruante gjithçka, si ishte zgjuar me mendjen te ai, si kishte ecur para tij me rrobat e gjumit duke u ndier paksa qesharake, si ai nuk ia kishte hedhur syt. Fjalët rodhen vetë, si të kishin pritur gjithë ditën të dilnin. Unë nuk dua ta detyroj askënd të më doj, shkroi. Por dua të më shoh, të paktën një herë, ashtu si e shoh unë. Lotët i mbushën syt, jo nga dhimbja e madhe, por nga ajo ndjesia e vogël e refuzimit që të bën të dyshosh te vetja. Mbrëmjen e kaloi duke menduar. A duhej të ndryshonte diçka? Të bëhej më e guximshme? Apo thjesht të priste që gjërat të merrnin rrjedhën e tyre? Nëna i trokiti të dera dhe e thiri për darkë. Benita lau fytyrën, buzëqeshi para pasqyrës dhe i premtoi vetes se nuk do ta linte një ditë të vetme ta përcaktonte. Ndoshta nesër Klodi do ta vinte re. Ndoshta jo. Por ajo ishte më shumë se një shikim i munguar. Ishte vajza që zgjohej me ëndra, që besonte të ndjenjat, që guxonte të shpresonte edhe kur gjërat nuk shkonin si donte. Para se të flinte, dërgoi një mesazh të thjeshtë në grupin e klasës për detyrat e nesërme. Klodi reagoi me një faleminderit. Vetëm një fjalë, por për Benitën u duk si një dritë e vogël në fund të ditës.
E mbylli telefonin dhe buzëqeshi lehtë, historia e saj me të ndoshta sapo kishte filluar, ose ndoshta nuk do të fillonte kurrë. Por ajo e dinte se, pavarësisht gjithçkaje, mëngjesin tjetër do të zgjohej sërish me shpresën e një dite të re, me mendjen të Klodi dhe me zemrën që ende dinte të ëndërronte. Largimi i papritur i Limit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 ka ngjallur reagime dhe pikpyetje të shumta tek publiku. Vetëm pak pas daljes, ish banori ka bërë reagimin e tij të parë publik, duke hedhur dritë mbi arsyet që quhen në ndërprerjen e garës. Sipas Limit, largimi i tij nuk ka qenë një vendim i momentit, por pasojë e një marrëveshjeje të paracaktuar me produksionin, e cila ishte vendosur që përpara nisjes së formatit. Ai ka bërë të ditur se gjithçka u aktivizua pas një telefonate specifike, e cila kishte të bënte me një çështje strikte personale. Limi ka sqaruar se kishte lënë udhëzime të qarta për stafin drejtues. Nëse do të merrte një telefonat të tillë, ai duhej të largohej menjëherë nga shtëpia. Ky, sipas tij, ishte i vetmi kusht që kishte vendosur për pjesëmarrjen në këtë format dhe që u respektua në momentin kur situata ndodhi. Duhet ta marrë siç vjen, është shprehur ai, duke theksuar se ndonë se nuk është një person që dorëzohet lehtë, rrethanat personale ishin të pashmangshme. Ai shtoi se rrugëtimi i tij në shtëpi duhet të ndalej aty, pavarësisht dëshirës për të vazhduar lojën. Në përfundim të deklaratës, Limi la të kuptohet se arsyeja madhore e largimit lidhet me jetën jashtë shtëpisë, duke përfunduar me fjalët, por çka të bëjmë, kjo është jeta. Në çdo ambient ku njerëzit bashkëjetojnë, lojrat e pazakonta janë më shumë se një argëtim. Ato janë testi i guximit, kreativitetit dhe aftësisë për të reaguar në presion. Një nga episodet më të çuditshme që ndodhi në shtëpi ishte sfida e Gimpos dhe Selinës, e cila u bë një nga momentet më të përfolura mes banorëve. Gimbo ju afrua Selinës me një sfidë të pazakon dhe tha me ton të qetë, por të prerë: "Ta haje zogun krejt, me gjithë pupla." Në atë moment, sytë e Selinës u zgjeruan. Jo sepse ajo nuk e kuptonte lojën, por sepse nuk kishte përjetuar kurrë një kërkesë kaq të çuditshme dhe të menjëhershme. Fjala "ta haje zogun" nuk ishte thjesht një metaforë, ishte një pjesë e lojës ku çdo veprim, sado i vogël, kishte rëndësi. Në sfidat e shtëpisë, gjithçka është simbolike, guximi për të përballuar diçka e çuditshme, aftësia për të mos u trembur nga publiku dhe shpejtësia për të reaguar, shpesh përcakton fituesin. Selina, duke kuptuar rëndësinë e sfidës, ju drejtua Gretës me një zë të ulët. Me tha Gimbo ta ha zogun me gjithë pupla. Kjo fjali tregoi shumë për marrëdhëniet ndërpersonale brenda shtëpisë. Në një ambient ku çdo informacion ka rëndësi strategjike, Selina kishte zgjedhur të ndahej vetëm me Gretën, një aleate të besueshme, duke treguar se ndonjëherë sfidat nuk janë vetëm fizike, por edhe psikologjike. Shpesh, mbështetja morale e dikujt që i beson njeriu është po aq e rëndësishme sa aftësia për të përmbushur një detyrë të çuditshme. Loja, megjithatë, nuk ishte thjesht për të bërë qesharake. Ishte një test i koordinimit, vëmendjes dhe shkathësisë. Zogu i simbolizuar në sfidë ishte i vogël, por çdo gabim mund të çonte në humbje pikësh. Selina nuk mund të reagonte impulsivisht, çdo lëvizje duhej menduar më parë. Ajo përdori strategjinë e saj më të mirë, të qëndronte e qetë, të fokusonte të gjithë energjinë dhe të vepronte me shpejtësi, pa u trembur nga shikimet e të tjerëve. Gimpo, nga ana tjetër, qëndronte si një vëzhgues. Ai nuk kishte ndërhyrë, por çdo fjalë e tij ishte pjesë e sfidës psikologjike. Duke i thënë Selinës të hante zogun, ai po e shtynte përtej komfortit të saj. Kjo është tipike për format e lojrave ku konkurenca nuk matet vetëm nga fuqia fizike, por nga guximi për të përballuar çuditshmërinë dhe presionin. Në momentet e para, Selina ndjeu një trazim të brendshëm. Publiku, kamera dhe rivalët ishin të pranishëm, dhe çdo gabim mund të shihej si dobësi. Por ajo vendosi të përqendrohej te vetja, të përdorte fokusin dhe të shndërronte sfidën në një mundësi për të treguar aftësinë e saj. Gretës ju duki habitshëm fakti që Selina po e merrte seriozisht. Ajo e vlerësoi strategjinë e saj, duke kuptuar se në një lojë të tillë, shpejtësia dhe qetësia shpesh janë më të rëndësishme se ndonjë forcë fizike. Shumë banorë e pan këtë sfidë si qesharake, por për Selinën, ajo ishte një test i aftësisë për të menaxhuar stresin dhe presionin social. Tekniku i zgjuar ishte të kuptojë se çdo veprim kishte një kuptim simbolik. Zogu nuk ish. Disa ditë në Big Brother janë më të zakonshme se të tjerat, disa të tjerat janë më të vështira, më emocionale, më ngarkuese.
Sot ishte një nga ato ditë kur Alba u zgjua shumë herët, por ndjeu se trupi i saj nuk ishte në gjendje të përballonte ritmin normal. Në sy kishte lodhje dhe brenda një çasti ndjeu një ndjenjë të pazakontë të dobësisë. Ajo po përjetonte të vjella të herpashershme, një shqetësim i papritur që e bëri ta kuptonte se sot nuk do të ishte një ditë e zakonshme. Ndërsa e gjithë shtëpia zgjoi gradualisht, Benita e vuri re që Alba nuk dukej mirë. Shumë herë brenda Big Brother, shëndeti i një banori mund të bëhet temë shqetësimi për të tjerët. Por Alba, me një zë të ulët dhe të dridhur, i tha Benitës: "Me duket se jam shtatzën me limin." Fjalët e saj nuk ishin thjesht një deklaratë e papritur. Ato mbartnin brengën e një realiteti emocional, një shqetësim që nuk mund të injorohej. Në këtë moment, Benita u bë më shumë se një shoqe, ajo u shndërrua në dëgjues dhe mbështetje, dikë që mund t'i japë siguri në një situatë të paparashikueshme. Alba ndjeu nevojën të shpjegonte më shumë. Nuk ishte vetëm shqetësim fizik, ishte edhe tronditje emocionale. Çdo ditë në shtëpi është një sfidë, por kur shqetësimet e shëndetit dhe mundësia e një shtatzënie bashkohen me presionin publik, ato bëhen një barë e madhe për të gjithë. Benita e dëgjoi me kujdes dhe pa gjykim. Në Big Brother, çdo informacion mund të bëhet lajm, çdo emocion mund të interpretohet dhe shpesh marrëdhëniet ndryshojnë në varësi të mënyrës se si reagojnë banorët. Benita kuptoi se, për Alba, fjalët nuk ishin lojë, ato ishin shprehje e pasigurisë dhe frikës. Alba filloi të përshkruante ndjenjat e saj. Ajo tregoi se nuk kishte dhimbje të forta, por një ndjenjë të vjelljes, lodhje dhe nervozizmi që nuk I kishte ndjerë më parë. Gjithçka dukej e paparashikueshme. Çdo veprim, çdo lëvizje, çdo tingull I ambientit mund të shkaktonte shqetësim. Ajo ndjeu nevojën të qëndronte e qetë, por trupi I saj reagoi. Ndryshe, Benita e mbështeti duke I thënë se gjithçka do të ishte më mirë nëse ajo do të vizitonte doktorin e shtëpisë. Në një format si Big Brother, banorët nuk kanë akses të menjëhershëm në informacion të jashtëm, por ka mënyra për të kërkuar ndihmë. Mbështetja emocionale e Benitës ishte e rëndësishme sepse ndihmonte Albën të mos ndjehej e vetme në këtë situatë të ndjeshme. Më pas, Alba filloi të reflektonte mbi emocionet e saj. Nuk ishte vetëm shqetësimi për shëndetin fizik, por edhe për pasojat e mundshme emocionale dhe psikologjike të situatës. Për një banore në Big Brother, çdo lajm personal mund të bëhet publik dhe çdo situatë mund të përshkruhet ndryshe nga kamera. Ky fakt shtonte një presion të madh psikologjik. Ajo filloi të fliste për limin. Për herë të parë në heshtje, përshkroi marrëdhënien e tyre, ndjenjat dhe frikën që kishte. Nuk ishte vetëm shqetësimi për shtatzënin, por edhe për mënyrën se si kjo situatë mund të ndryshonte marrëdhëniet me të tjerët brenda shtëpisë.